Ibnul Qayyimi rahimahullahu ta'ala, i cili kur flet për karakterin e fuqishëm dhe burërin, thot, e vërteta e karakterit dhe burërisë është kur njeriu bën përpjekje ta stolis vetveten e tij me cilësi dhe me atribute njerëzore jashtëzakonisht të larta, të cilat atribute dhe cilësi njerëzore e stolisin individin, e dallojnë atë edhe nga mentaliteti dhe veprimet djallëzore, po njëherët e dallojnë atë edhe prej sjelljes shtazarake. Në vazhdim, Ibnul Qayyimi rahimahullah thot njeriu në vazhdimsi thirret, joshet prej 3 rrugëve, apo 3 gjëra e joshin njeriu në vazhdimsi. Gjëja e parë e cila e thret njeriu që ai të pajiset me ato atribute dhe ato cilësi, është pikërisht janë ato cilësit që kanë të bëjnë me atribute djallëzore, me atë mentalitetin dhe sjelljen e shejtanit la'natullah alej. Atributet dhe cilësit djallëzore manifestohen dhe shprehen qoftë nëpërmjet mendje madhësisë, kryenetësisë, xhelozisë, arrogancës, armiqësisë, urrejtjes, të keqes apo të ligës, shkatrimit, mashtrimit e kështu me radhë. Të gjitha këto janë karakteristika të cilat karakterizojnë sjelljen dhe atributet djallëzore, e që në vazhdimsi njeriu atakohet prej këtyre atributeve, edhe mund të joshet, mirë po besimtari dhe muslimani vërtet bën përpjekje që këto dukuri negative dhe këto vese të liga të mos jenë pjesë e karakterit të tij, nga se ai është i karaktershëm. Ai ka virtytin e karakterit të fuqishëm dhe të burërisë.